Ka startuar mbrëmjen e të premtes premiera e re e komedisë në teatrin Skampa në Elbasan, Çfarë pa kryeshërbëtorja, me regji të Kiço Londos. Aktorët Helidon Fino, Linda Jarani, Angel Hoxha, Mario Elezi, Liviona Liaj sollën nota humori për gati 1 orë gjysmë, duke dhuruar të qeshura dhe duar trokitje nga spektatorët të shumtë që kishin mbushur sallën e teatrit Skampa. Shfaqja rezonoi mjaft mirë me publikun. Emocion, kontakti parë me publikun, çdo gjë është e kuptueshme edhe e justifikueshme. Shoh në horizont dritë, edhe për sa i përket teatrit të Elbasanit, edhe për sa i përket mezurisë të shfaqjes. Një komedi angleze nga Joe Orton, e sjellë mjeshtëri nga regjizori Kiço London, ka si fabull një punonjës hoteli të përfshirë në intrigat skizofrenike të një psikiatri me një sekretare të zhveshur dhe të fshehur pas perdes së krevatit. Ka qenë një rol jashtëzakonisht i vështirë për mua. Ishte një sfidë shumë e madhe, në një kohë shumë të shkurtër. Mendoj falë dhe ndihmës së regjizorit, edhe të aktorëve mendoj se arrita të bëj një figurë të lezetshme. Plot emocione, plot duar trokitje sonde. Morëm atë që prisnim nga kjo punë e madhe, një punë 2 mujore, për një premierë të suksesshme në teatrin Skampa të Elbasanit. Komedia sill pasionet, pritshmëritë romantike, epshet dhe rrestet e shpërdorimit të pushtetit të 6 njerëzve.